Gështenjat nuk janë vetëm ushqim dimri, por janë shëndet. Shumë prej nesh i hanë gështenjat për shije, por pak e dinë se ato janë një nga frutat më të shëndetshme të stinës së ftohtë. Gështenjat janë burim i shkëlqyer i energjisë natyrale. Ato përmbajnë karbohidrate komplekse që furnizojnë trupin ngadalë me energji edhe nuk e lodhin organizmin si sheqernat e shpejta. Janë shumë të mira për stomakun dhe zorët. Fal fibrave, ndihmojnë tretjen, ulin fryerjen e barkut edhe rregullojnë jashtëqitjen. Gështenjat i bëjnë mirë edhe zemrës. Nuk kanë kolesterol edhe janë të pasura me kalium, mineral K, që ndihmon rregullimin e tensionit të gjakut. Për dallim nga ushqimet e tjera, gështenjat janë më të sigurta edhe për personat me diabet, sepse nuk e rrisin sheqerin në gjak me shpejtësi. Janë shumë të dobishme për fëmijët edhe njerëzit që merren me sport. Gështenjat përbajnë magnez, hekur edhe vitamina që forcojnë organizmin veçanërisht gjatë dimrit. Po si çdo ushqim, edhe gështenjat duhet të konsumohen me masë. Mënyra më e mirë për t'i konsumuar është t'i ziejmë ose t'i pjekim. Përndryshe të skuqura i humbin vlerat ushqyese. Koha e dimrit është kohë e gripeve. Ta forcojmë imunitetin sepse shëndeti nuk vjen nga farmacia, por nga natyra.